Po betohem për para kësaj republike, që dhe në pikën e fundit gjakut, do e lë për atë dheun tim, dhe i bëj thirrje rinis të vrasin frikën, sepse na pivën gjakun këta të zhgënjur nga këta, nga Kiklan, dhe nga këta sundimtar që na marrin në përkëm nëpërmjet emrit të demokracisë që asgjë s'ka ndryshuar mbas 85 vjeç në këtë vend. Klikat e bolshevizmit akoma vazhdojnë, që nga Dušan Mungosha, e Miladin Popovići, edhe më vonë me Sali Qenin, e më vonë me Edi Rama Qenin, e të gjithë bashkë këta hanë të njëjtën çorb të prishur. Na kanë katandisur në këtë gjë të na arratisen edhe fëmijat. Derisa të mundemi do mbrojmë fëmijët ta. Duam të mbrojmë tokën tonë, duam të mbrojmë trojet tona, sepse toka jona dhe uji nuk është vetëm shtëpia jonë. Ka nisë në Butrin si qtash, në parkun kombëtar, ka nisë në manastira pika e vogël, që sot është bërë një qytet më vete aty, edhe vazhdon po ndërtohet, edhe tashmë është edhe Zvërneci. Çështja nuk është bukuria, se aty mund të bëhen vërtet resorte shumë luksoze dhe shumë të bukura, por çështja është fëmijët tanë, çfarë do të trashëgojmë, pra trashëgimia kulturore kjo është, do ta trashëgojmë fëmijëve tanë. Ne jemi mbledhur sot këtu, si prindër, si familjar, si shikoni jemi me fëmijët, sapo kemi ikur nga puna, edhe si në gjithë Shqipërinë, ashtu edhe ne si shqiptarë kërkojmë anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura, për paketën e maleve. Saranda, që shoh shumë pak këtu edhe më bën habim me thënë drejtën, duhet të ishte qyteti i parë që duhet të merrte pjesë në këtë protest, sepse Zvërneci nuk ishte fillimi, por është ajo gota e mbushur që është derdhur, sepse ka nisur që këtu me Butrintin, tjetërsimi edhe ndërtimi i resorteve në zonat e mbrojtura, ka nisë në Butrin si qtash, në parkun kombëtar, ka nisë në manastira pika e vogël, që sot është bërë një qytet më vete aty, edhe vazhdon po ndërtohet, edhe tashmë është edhe Zvërneci. Çështja nuk është bukuria, se aty mund të bëhen vërtet resorte shumë luksoze dhe shumë të bukura, por çështja është fëmijët tanë, çfarë do të trashëgojmë, pra trashëgimia kulturore kjo është, do ta trashëgojmë fëmijëve tanë, siç na i trashëguan edhe neve, se edhe unë i ri jam për vete. Edhe tjetra është që betoni nuk t'jep oksigjen, kështu që fëmijët kanë nevojë për oksigjen, njerëzit kanë nevojë për oksigjen, kanë nevojë për pyje, kanë nevojë për zonat e mbrojtura, siç kemi mbajtur deri më sot, kështu edhe të vazhdojnë. Mendoj se ka arritur pika ku nuk mban më, edhe kjo qeveri, jo vetëm atë plan që ka premtuar dikur që do të bënte, por as minimumin asaj, por na shet edhe tokën që na kanë trashëguar paraardhësit tanë. Jam sot në këtë protest, sepse para 36 vjetësh kam qenë në këtë shesh, duke dëgjuar revoltat e para, nismat e para për të shkatruar diktaturën enveriste, dhe sot jam këtu i zhgënjur nga ajo shkatrim i diktaturës, i zhgënjur nga ata që morën përsipër të ndryshonin sistemin në këtë vend, të cilët dalin bashkëpunëtor me po vazhdimsinë e ish sigurimsave të asaj kohe që morën pushtetin dhe vazhdojnë akoma dhe shkatrojnë këtë vend, i heqin dhe gurin e fundit themelit. Po betohem për para kësaj republike, që dhe në pikën e fundit gjakut do e lë për atë dheun tim, dhe nuk pretendoj të shitet asnjë gur. Jo vetëm këtu në Sarandë do jem prezent, por do të jem në Tiranë, do të jem në Vlorë, në të gjitha vendet ku do të ketë organizime të tilla. Do të jem në Rjoll, do të jem në Theth, do të jem kudo që të jetë e mundur që të lipet dhe të jetë e nevojshme djersa dhe mundi dhe gjaku im, sepse nuk shkel do të mbi gjakun e të parëve tanë që lanë gjurmë dhe lanë gjakun në këtë vend. Dhe i bëj thirrje rinis të vrasin frikën, sepse na pivën gjakun këta të zhgënjur nga këta, nga Kiklan, dhe nga këta sundimtar që na marrin në përkëm nëpërmjet emrit të demokracisë që asgjë s'ka ndryshuar mbas 85 vjeç në këtë vend. Klikat e bolshevizmit akoma vazhdojnë, që nga Dušan Mungosha, e Miladin Popovići, edhe më vonë me Sali Qenin, e më vonë me Edi Rama Qenin, e të gjithë bashkë këta hanë të njëjtën çorb të prishur. Uroj që të kthjellohet rinia, të ndërgjegjësohet rinia, se ardhmja i përket, jo duke i vajtur edhe duke lëpirë këpucte Edi Ramës e Sali Berishës. Suksese dhe thirrje për rinin të zgjohen dhe mos të drogohen, sepse suksesi është vetëm paqja dhe dashuria për atë dheun. Jam këtu
për të mbrojtur dignitetin tim edhe të familjes, edhe të gjithë kombit tim, që na kanë katandisur në këtë gjë të na arratisen edhe fëmijat. Derisa të mundemi do mbrojmë fëmijët ta. Duam të mbrojmë tokën tonë, duam të mbrojmë trojet tona, sepse toka jona dhe uju nuk është vetëm shtëpia jonë, është mbar, bile edhe jashtë kufive të Shqipërisë që janë të coptuar, kemi detyrim moral që t'i mbrojmë. Kemi ardhur këtu, t'i dalëm përballë çdo tentative grabitjeje dhe masakrimi që bëhet në Shqipëri. Çdo sabotimi që bëhet, këtu i kemi përpara kaldrëmet, kanë 3 vjet që nuk mund të shkosh këtu. Kush ma, askush nuk ma. Dëgjova kryeministrin që tha, nuk di u gjë. Po për çfarë të pogua ju në taksat e mia, që ua kam hequr fëmijëve të mi, edhe ti si Karagjoz bredh me charter në për stadiume të botës moderne me lekët e mia? Ku i gjetë e lekët ti që vjen? Bëne transparent atë që ke. Për çfarë ti? Pa kthena që s'di e gjë, merru atyre punojnëse që kishe në punë ato lekët e çokollatave, e ke kthyer ministrin me çokollata, ke kthyer që ka qenë më tradicionalja, që kanë qenë figura të shkjuara, ka të ndisur në harem, duke mbledhur atje 4 pallat shëllëqeret e tua që nuk din as të flasën. Na ka aferesur që do të në spital nuk vemi për analiza. Arratisemi në Greqi, të shukër që kemi në Greqi, të vemi të bëjmë një analizë. Para 50 ditësh kunata ime, para 20 ditësh la jetën. Se mbajtën 5 ditë këtu. Ishte me lengjit dhe i thoshin ke për dredhjezorës, ke apandasit, ke virus. E mbajtën ditë. La shtëpin vetëm. La një fëmijë të sëmur 34 vjeç edhe burrin me insulin që nuk lëviz dot në shtëpi. U ambylli shtëpin. Na kjo punë, na ato kaçaflaqet e tua që mbledh atje, çarçafrace. Të gjithë fermerëve u hëngre. Kush ma përgjegjësi që u hëngre subvencionimet që ti te Bashkimi Evropian? Të njëjtën gjë do bësh. Të njëjtën gjë, nuk vëmend. U të kam njohur që kur ka qenë 15 vjeç. I njëjtë, nuk ndryshon. Ti je i biri atia që ka vrarë njerëz, ka ngritur dorën të vrasë njerëz, që u ka mbyllur shtëpit. I tilli edhe ti. Jo vetëm ai dhe të gjithë ata që mbjellën, që ke mbledhur rreth tyja. Hajde në Sarandë, bashkitë të Sarandës. Hajde me mua të vemi të nxjerrëm bashkë atje një leje për ndërtim. Pa ndryshuar infrastrukturën. Se sa leku kërkojnë, po u prezantohen domethënë se kanë dhe studio ligjore të tyre. E t'i shpiren atje e duan shumë atë maj me të. Po të ndërtimet e tjera si bëhen këtu, vetëm ato marrën leje shumë kollaj, nuk ndryshojnë infrastrukturën. Vetëm lejet që bëhen pallate se një kthej kamerën shikoje, si ka mundësi që ata marrën dhe një shtëpi e vogël që të bëj një dom shtesë se do t'i martohet fëmia nesër, edhe s'ka dhe ku të vej, edhe ti si jep leje në, kontrolloje, edhe i bëj thirrje spakut, edhe prokurori Sarandës, edhe hetusis, që këtë problemin me lejet e ndërtimit në Bashkinë e Sarandës edhe në çdo gjë na ka mbuluar bagëtia brenda në qytet. I kemi thënë kemi 20 e ca vjet aty në lagje që jam, po guajmë taksa dhe ku vjen lekët e taksave të për mirëqenie. Nuk i kërkoj komoditet, po i kërkoj thjesht të na bëj një rrugë 300 metror. U tham në fillim se zona është e zhvilluar, mund ta hedhin me çakëll, me diçka, edhe me një beton. Nuk i kërkojmë komoditete. Jemi vetëm qytet, ndoshta mund të jemi dhe në botë, që ne nuk kemi një këndlojrash për kalamaqë. Ne nuk kemi një park. Edhe atë që keshim që mund ta bëje parket, zhvilloje zonat e varrezat, po u dha dynjat shokëve të tyre. Kush janë ata? Ata vërtet asnjëri se ka marrë atje me ndershmëri tenderat, sepse ata janë që ka dalë këy në fotografi në davete me të. Se një kryeministër nuk që është lider i një kombi udhëheq, nuk dhunon, nuk guxon njeri që të komunikojnë me të në rrjetet sociale se e shanë marrë mbrap. Fliste për etik dhe për veten a del me brek. E me si karnavale. Për karnavaler duam neve. Për këtë kemi dalë. Të gjithë. Nuk ka mo negocim me të, as bashkëbizetim, as njëri mund të bëj. I ka mbaruar afati, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë. Si do vija i, ja dhe të vi tani këtu qatë do na thot. Përse? Të na thot, s'dija u gjë. Me këtë talet ajmo. Të talet me nënën e ti që ka dhënë atë edukat. Jo me neve. Ne na kanë dhënë atë edukat. Nuk do ndalojmë, le të më bëjnë sa të dua. Deri sekondën e funit që të marrë frym,
Unë nuk do guxoj njeri të më prek, e nuk do t'i lë që të mbroj familjet e fëmijët tim, po jo vetëm të mi, edhe të gjithë shqiptarëve që flasën shqip, edhe të gjithë komuniteteve që jetojnë këtu edhe kontribojnë. Le të jenë në çdo do me thë komunitet që t'je. Mbas 20 vjetësh udhëtime të egra në kapitalizmin evropian, i vendosur në Itali, unë vendosa që të vija të kthesha të hidhja një gurë në themelet e vëndit tim ati ku më ka rënë koka. Dhe po vi zhgënjeri dhe lëndisur nga burokratësit e administratës e korruptuar Bashki Sarand. Është e turpshme që shtetin ligjore kanë kthyer në shtet policor. Më morën dhe më futën 6 orë në dhomat e paraburgimit me pretendimin se pse bëja ndërtime dhe punime pa leje. Është shumë e turpshme. Në një kohë që diktatura më e egër që ishte në atë kohë, përcaktonte vijat kufizuese të ndërtimeve në vijën e Verdh në përfshatra dhe Këshilli Popullor i fshatit të asaj kohe, të flasim në mënyrën më banale, jepte një leje për të zhvilluar jetën ekonomike dhe çiftet të nderoheshin e të martoheshin e të uroheshin për një trashëgimi. Sot nuk ka më çifte, ka vetëm ndarje. Sot nuk ka më lindje, ka vetëm vdekje. Është shumë e turpshme. Bëj një thirrje mbar kombëtare për të zgjuar ndërgjegjen e këtij populli që të cicerojnë fëmijët në këtë tokë, jo të cicerojnë vetëm pleq të mbrojtur, tani po na vinë dhe nga bota për t'i ndruar panolinat dhe fëmijët e tyre në migracion për të mbijetuar. Është shumë e turpshme. Rini zgjohu, një thirrje shpirtërore, uroj që të ndjeheni të dashuruar me vendin tonë dhe ju uroj inshallah të trashëgoni këtë vend sepse do jetë turpi që do na përpi deri në tokën e errët, se ne vetë jemi dhe pak akoma. Kam kaluar në moshën e tretë dhe është e turpshme, më vjen shumë keq. Shikoj me dhimbje që nuk tundet më djem, nuk ka më lodra në qytet për fëmijët. Është e turpshme. Uroj të zgjohet rinia. Qytet po u shkruar